zjarri masiv në diskotekën e Koçanit në Maqedoninë e Veriut, tronditi mediat botërore me së paku 59 persona të vdekur. Në këtë incident humbën jetën edhe 4 anëtarët e grupit DNK, të cilët performuan në atë mbrëmje. Mes tyre është Andrej Gjorgjieski, njëri nga këngëtarët kryesor, këngëtarja mbështetëse Sara Projkovska, bateristi Gjorgji Gjorgiev dhe pianisti Filip Stefanovski. Aty po ashtu vdeq edhe fotografi i grupit Aleksandr Efremov. Vetëm njëri antar i grupit i mbijetoi zjarrit të së dielës dhe ai është Vladimir Blazev, i njohur ndryshe si Pancho. Megjithatë, ai ka pësuar djegje në fytyrë dhe gjendet në respirator, por thuhet se është jashtë rrezikut për jetë. Këngëtari Gjorgjieski, i cili humbi jetën nga incidenti tragjik, thuhet se fillimisht arriti të dilte nga ndërtesa në flak, por u kthye brenda për të shpëtuar të tjerët. Fatkeqësisht një pjesë e tavanit u shemb mbi të, duke e bllokuar bashkë me 10 persona të tjerë, përfshirë edhe të mitur që kishin ardhur për koncertin. DNK është një grup i njohur hip-hop në Maqedoninë e Veriut, i formuar në fillim të viteve 2000 nga Vladimir Blazev dhe indjeri Andrej Gjorgjieski. Në koncertin e tyre morën pjesë rreth 500 persona, 155 prej të cilëve, pa i përfshirë viktimat, pësuan lëndime nga zjarri që vëshoi klubin. Për më shumë rreth kësaj lexoni në telegrafi.com.